Mbrëmjen e djeshme, në një nga klubet e Tiranës, ku performonte këngëtari Drena Bazi, është parë në ambientet përbashkët Heidi dhe Romeo. Fansat kanë publikuar disa video në rrjetin social Twitter, ku janë shprehur që mund të ketë një lloj tentative për të qenë bashkë, për të ribashkuar, ose ndoshta edhe janë bashkë. Për ftuar për këtë temë dhe për tema të tjera, kam në një lidhje me Skype nga Maqedonia e Veriut, gazetarin e njohur Tiron Alili. Tiron, faleminderit për këtë mundësi. Faleminderit edhe ju për ftesën dhe për të gjithë këtë mundësi që ne të shprehim dhe të japim mendimet tona rreth këtyre ngjarjeve. Tiron, besoj se ke parë video që kanë qarkulluar në rrjete. Mendoni që aty janë gjendur, po themi, rastësisht në një ambient të përbashkët, apo mendoni se mund të ketë disa, po themi, tratativa për të ribashkuar dhe një herë Heidi me Romeo? Në fakt, për të ribashkuar, ne nuk e dim nëse janë ndarë. Ne gjithmonë kemi komentuar dhe kemi folur rreth atyre se çfarë është bërë publike nëpër rrjetet sociale të tyre, konkretisht në Instagram. Marrëdhënia e tyre ka qenë një marrëdhënie shumë e komentuar, të paktën verën e kaluar, dhe tashmë po vetë përsëri në qendër të vëmendjes. Heidi nuk është se ka thënë publikisht se është ndarë me Romeon, por edhe Romeo nuk ka thënë publikisht që është ndarë me Heidin. Do ta jap si përgjigje pak më të gjatë, sepse dua të bëj dhe një analizë të gjërave se si rodhën. Heidi u tha që do të ikte për në Itali dhe më pas u rikthye duke startuar tek emisioni Goca dhe Gra, ku aty në një farë mënyre në përballjen që pati me Bora Zemanin, në këtë rast kunatën e saj, e pam që kishte një lloj ftohtësie mes të dy vajzave dhe u bazua më shumë për ndarjen të Romeos ndaj Heidit, por çuditërisht publikisht Heidi asnjëherë nuk e ka thënë që unë edhe Romeo kemi përfunduar marrëdhënien tonë, por dhe Romeo nuk e ka bërë të njëjtën gjë. Tani, mund të themi që mund të jetë një rastësi, le të themi dhe po, por unë mendoj që ndoshta ato të dy nuk është se kanë ndonjë komunikim së bashku, sepse nuk e kanë hequr akoma njëri tjetrin nga Instagrami, po të hedhim një sy tek Instagrami i tyre, ato vazhdojnë ta ndjekin njëri tjetrin. Ndoshta në marrëdhënien e tyre kanë dashur të ruajnë një shoqëri për të mos taçuar rreth një dashurie, edhe pse vera e kaluar për ato ka qenë shumë e nxehtë. Romeo dhe Heidi kanë vizituar të gjithë plazhet e jugut dhe janë argëtuar pafund, por mendoj që kjo ka qenë një moment që ka qenë pak edhe koincidencë, por ndoshta njëri nga të dy ka shkuar me kastile sepse ka kuptuar që do të jetë tjetri. Edhe në këtë rast më duket pak më e dhëndshme pas Romeos, më duket Heidi duke u bazuar edhe në për poezit që ka lexuar në Goca dhe Gra, por edhe në mënyrat se si Heidi është shprehur për marrëdhënien e saj me Romeon me pak fjalë, do të thënë ka patur një lloj buzëqeshje të butë. Unë mendoj që kjo takimi i tyre është një takim rastësor, por një takim që le shumë pas për të menduar, edhe ndoshta mund të jetë një frym për të patur një ribashkim publik apo për të dalur publikisht, sepse më duhet ta them edhe një herë, Heidi dhe Romeo nuk janë të ndarë publikisht. Do të thënë në asnjë lloj emisioni në Top Channel Romeo apo në për të gjitha mediat e tjera pavarësisht nuk e ka thënë që unë jam ndarë nga Heidi, por nuk e ka thënë edhe që jam me Heidin. Por Heidi ka patur deklarata më të forta që ka imagjinuar dhe altarin e kuq, që ka bërë planet edhe për dasëm, do me thënë, ka patur ngjarje të këtilla ku më pas gjithçka u shua. Por gjithsesi Heidi nuk e ka thënë që është ndarë me Romeo. Mendoj që i kanë dhënë hapësirë njëri tjetrit, kanë patur ndonjë komunikim të voçkël nëpër rrjetet sociale, Instagram që të dy, derisa nuk po fshihen nga Instagrami njëri tjetrit, për shembull siç bëri lëvizjen Meritoni dhe Ilnisa, që menjëherë hoqën njëri tjetrin nga Instagrami në ndarjen e tyre. Ka shumë gjëra për të parë në këtë mes, edhe duhet ta kuptojmë pak, artistët shqiptarë përdorin pak të kuriozitetin të publiku për të qëndruar më shumë aktiv. Mendoj që ka qenë rastësi, por rastësi pak e menduar. Dhe unë e kam qejf që Heidi dhe Romeo të kthehen bashkë, sepse ka qenë një çift që vërtet na ka dhënë shumë emocione të forta brenda shtëpisë së Big Brotherit, por edhe jashtë saj. Tiron, parë edhe nga, po themi, karakteret e dy personazheve, si të Heidit po ashtu edhe të Romeos.
A besoni që pas nëse ndodh një ribashkim, mund ketë një vazhdim të gjatë që mund të shkojë edhe po themi deri në një fejesë, martesë ndoshta? Pra si e sheh si çift, e sheh afat shkurtër apo afat gjatë? Ato njëherë nuk janë çift fare. E kupton? Do me thënë, tentuan të bëjnë një çift, nuk arritën dot të bëhen, mendoj që janë të dy kokë fort, mendoj që janë natyra që nuk lëshojnë pe fare, Romeo njihet më, do me thënë, jugorët zakonisht e kanë këtë kokëfortësinë dhe janë tipa që inatin e tyre duan ta çojnë deri në fund, janë të vendosur në atë që e thonë, do me thënë, kjo nuk është ofendim, por është kompliment, janë të vendosur. Ndërsa edhe Heidi në shumicën e rasteve edhe brenda në shtëpinë e Big Brotherit, në të gjitha zënkat që kishte me Romeo, nuk është se i merrte shumë afër shpirtit, sepse ishte natyrë që ja linte kohës gjërave. Por unë mendoj që nëse do të ketë një ribashkim, që nuk e besoj në fakt që do të ketë një ribashkim mes Romeos edhe Heidit, edhe nëse do të kishte një ribashkim, mendoj që nga ana e Heidit do të ishte më afat gjatë, sepse Heidi më dukeshte pak më e dashuruar, më dukeshte pak më e dhënë, të paktën duke u bazuar edhe nga fotografitë që nxirrnin gjatë verës së kaluar, do të thënë Heidi ishte gjithmonë në krahërorin e Romeos, edhe e quajti mashkulli i cili ja zëvendësonte pjesën shpirtërore të babait të saj. Kjo është një deklaratë shumë e madhe për një femër ndaj një mashkullit. Por mendoj dhe në anën tjetër që Romeo tashmë ka mbaruar me emocionet e tij ndaj Heidit, edhe mendoj që nuk është ajo vala e dashurisë, ka kaluar shumë kohë dhe nuk ma merr mendja që do të ketë një kthim apo do të ketë dhe një martesë apo diçka të tillë. Dhe nuk besoj fare në këtë drejtim. Edhe pse ju tha që në fakt asnjëherë nuk dim pse janë ndarë, në media, a ka ndonjë arsye, po themi, është folur ndonjë arsye sepse Heidi dhe Romeo pas një vere të nxehtë, siç thatë ju, që në çdo, po themi, moment, çdo ditë kishte një postim, gjithashtu kishte edhe pati edhe një takim, paktën publikisht, Heidi Romeo me prindrit e Heidit. Pra, a dim realisht se çfarë ka ndodhur mes çiftit, pse ata, po themi, i dhanë fund, të paktën publikisht nuk janë më në kuptimin, nuk janë shfaqur më në foto, në postime? Normalisht që ne nuk do të besojmë që ato do kishin dashur ta ruajnë lidhjen privat, sepse një personazh publik nuk mund ta ruajë lidhjen privatisht. Por mbi të gjitha, mendoj që është kjo pjesa e kokëfortësisë, sepse dolën atëherë se vetë sa thashë theme që ka patur tradhti në mes. Nuk besoj në asnjë mënyrë që Heidi mund të tradhtojë një njeriu që e dashuron shumë me zemër, sepse sinqeriteti i Heidit dhe karakteri i pastërt, ai shpirti i pastërt i Heidit duket që në qiell. Por edhe nga ana e Romeos nuk e shoh një tradhti në këtë mes. E vetmi arsye që unë e shoh që çifti mund të ketë përfunduar në ndarje mes njëri tjetrit është kokëfortësia e tyre, sepse duke u bazuar gjithmonë në Big Brother, konfliktet e tyre ishin nga kokëfortësia dhe personazhi i cili ishte më kokëfort, që prekeshte për çdo fjalë, që prekeshte për çdo veprim të Heidit, që lëndoheshte për çdo situatë ishte Romeo. Dhe mendoj që këto zënkat e vogla që mund të kenë patur si çdo çift, e ka çuar situatën që të jetë deri në këtë pikë, edhe Heidi që e kishte pak të paimagjinueshme jetesën në Shqipëri, domethënë sepse u ndërtua një urë lidhëse që Heidi do të jetonte në Shqipëri, të ndërtonte jetën e saj gjithçka, por mendoj që Romeo nuk ka qenë gati për ta nisur këtë rrugtimin, nuk ka qenë gati për të martuar, edhe mendoj që kjo ka qenë e gjitha ajo pjesa që e ka larguar Heidin krejtësisht nga vetja. Mendoj që nuk janë tipa të afërt mes njëri tjetrit, nuk janë njerëz të njëjtë që mund ta çonin një lidhje bashkë. Tiron, duhet kalojmë tek një temë tjetër që ka të bëjë me Gjestin dhe me Eglin. Në emisionin në post Big Brother, në fakt u përmend edhe instruktori i Eglit si pasojë e daljes së disa fotove në publik. Megjithatë, duket se instruktori Mario pati një reagim të dielën, ku bëri një ironi të vogël duke thënë që thjesht instruktori, pra si tha Egli që në post Big Brother që tha ai është thjesht instruktori. Por fansat kanë publikuar disa foto në fakt në një vend që ishin të dy bashkë në të njëjtin vend. A mund ta thoni pak Egli dhe Gjesti, a janë bashkë e para dhe e dyta,
Çfarë po ndodh pra? Ka pasur një raport mes Eglit dhe Marios, apo mundohet Egli që ta fsheh këtë raport? Okej, tani nga lëvizjet e fundit që kanë ndodhur, që Egli ka hequr disa nga postimet në rrjetet sociale dhe konkretisht ka hequr fotografitë e martesës me Gjestin, por njëkohësisht edhe Gjesti ka hequr të gjitha fotografitë nga Instagrami i tij. Është një lëvizje që ka ndodhur në të njëjtën kohë, kjo më çon të dyshoj shumë në qoftë se ato të dy nuk janë bashkë. Unë mendoj që është një veprim i mirë menduar, sepse po të mos ishin bashkë, ato nuk do të kishin bërë lëvizje në të njëjtën kohë të dy. Mendoj që është një mendim i mirë vepruar, një formë e marketingut për ta mbajtur publikun afër vetes deri në momentin që Gjesti do të nxirrte këngën e tij të parë, një projekt që në fakt Gjesti është duke punuar së bashku me produksionin i cili e ka marrur përsipër që ta punon këtë projekt. Ndërsa në raportin e Marios edhe të Eglit, në fakt unë e kam komentuar në këtë formë që është e turpshme të komentojmë gjëra të cilat kanë ndodhur vite më herët. Ky raport po sillet për herë të dytë në median ros. Është komentuar një herë në vitin 2023 që Egli në atë kohë ka bërë edhe një status që ka ofenduar të gjithë gazetarët edhe ka shkruar që nuk e lini Robin Rahat të del edhe me shokun të saj, do me thënë ka qenë një fotografi që është bërë publike në një pishinë ku Egli ka qenë me Marion duke kaluar momente vere, momente të bukura, ndërsa fotografia e cila ka ndodhur në Budapest ishte e shkrepur fotografia në të njëjtin vend nga të dy, më le për të kuptuar shumë se mund të ketë ndodhur edhe për faktin të ndonjë provokimi të, sepse Egli, siç duket, gjithmonë ka qenë në kërkimin e Chelsea të karrierës së saj, edhe Mario ka qenë dikur një instruktor, ndoshta ka qenë atëherë në atë kohë ka qenë i pamartuar, sepse nuk e di si e ka patur statusin, tash e di që është i martuar, edhe kanë luajtur ndonjë mekanizëm për të arritur të marrin vëmendjen e publikut. Por, mënyra se si e solli Egli interpretimin e rrëfimit dhe mënyra se si e shpjegoi, mendoj që la për të keq kuptuar te publiku, që publiku të interesohen edhe ta nxjerrin këtë fotografinë. Unë mendoj tek dhe do t'ju jap një mesazh fansave të Gjestit. Ne nuk duhet ta gjykojmë Eglin, apo ato nuk duhet ta gjykojnë Eglin për atë që Egli ka bërë në të kaluarën e saj. Ne Eglin e kemi komentuar për qëndrimin e saj në shtëpinë e Big Brotherit dhe për marrëdhënien e Gjestit. Dhe sa e ulët do t'ishte dhe sa do t'ishte lënduar në fakt Gjesti, duke e parë që nga fansat e tij ndaj të dashurës së tij, nëse mund ta quajmë kështu, po nxiren fotografi që janë shumë të ulta. Tani Mario me pa dëshirën e tij po bëhet personazh publik dhe po komentohet për një diçka që është thjesht një foto dhe nuk ka asnjë lloj argumenti tjetër që ato të dy mund të kenë patur një lidhje, dhe ne duke patur një shoqërinë tonë mundemi të ikim edhe në Budapest, mundemi të ikim edhe në Austri, mundemi të bëjmë gjëra shumë të bukura dhe nuk ma merr mendja që Egli dhe Mario kanë patur një histori të dy së bashku. Por, gjithsesi, Egli vazhdon të jetë pak e keqkuptueshme në mënyrën se si interpreton gjërat dhe mendoj që shpjegimi që bëri Egli, krahasuar me shpjegimin që ka bërë në vitin 2023, i detyroi fansat që të sillen pak arrogant në situatën e marrëdhënies mes Marios edhe mes Eglit. Tiran, po publikimi që bëri, po themi, Mario të dielën, një ngacmim, a ishte kjo për të treguar që në fakt ka pasur një marrëdhënie, apo thjesht ishte një reagim për të rrhequr vëmendjen e mediave nga Mario për të qenë në qendër të mediave? Mendoj që është kjo e dyta më së shumti, që Mario ka dashur në atë moment, se nuk e dim se çfarë shoqëri e ka, mund të kenë një shoqëri shumë të hapur mes njëri tjetrit, mund të kenë një afrimitet shumë të madh, edhe ndoshta Mario dhe Egli është sqaruar në këtë gjë që ne nuk kemi asnjë gjë, po hajde përdorim si mundësi dhe të jemi në qendër të vëmendjes, sepse nuk ka asnjë fakt, nuk ka asnjë fotografi ku Egli dhe Mario kanë patur diçka më intime se aq, domethënë, edhe mendoj që Mario e ka kapur këtë pikën për të qenë në qendër të vëmendjes, edhe ndoshta ka reaguar pak me ironi për të bërë edhe një lloj shakaje, nga që ai e ka ditur që publiku do ta merr në këtë gjë. Se realisht po të shkruash ishte thjesht një instruktor, të jep të mendosh shkretësisht diçka tjetër, sepse ka patur diçka më shumë në këtë mes,
por nga natyra që ne kemi njohur në Big Brother të Eglit, një vajzë që e kërkonte dashurinë me patjetër, një vajzë që e kërkonte shtratin me gjestin me patjetër, një vajzë që e kërkonte që ngriste zërin e saj në gjithçka, një vajzë që tregonte që ka një nishan në këmbë dhe e bëri aq të madhe punën e nishanit, një vajzë që foli për ish të dashurin e saj publikisht, foli për Olsin fjalët më të mira dhe e pranoi takimin me Olsin, një vajzë që foli për një nga problemet më serioze në shoqërinë tonë, që është ankthi dhe depresioni, mendoj që nuk do ta kishte as pak problem të tregonte edhe një histori tjetër të jetës së saj, në qoftë se do të ishte e vërtet me Marion. Të paktën nga të gjitha banorët që kanë qenë brenda shtëpisë, Egli më është dukur më koherente me publikun në bazë të sinqeritetit që ajo ka shprehur brenda rrëfimit të historive të jetës së saj. Dhe duke njohur karakterin e Eglit, ma besoj që nuk do ta kishte fare problem ta shprehte ndonjë fjalë apo emocionet për një të kaluar, në qoftë se do të kishte patur me Marion. Edhe pse sot Mario është i martuar, po derisa Mario ka bërë këtë reagimin, nuk kuptojmë që gruaja e Mario se ka parë këtë reagimin dhe mendoj që gjërat janë shumë të qartësuara dhe nuk ka një histori të tillë në këtë mes. Tirona, kemi dini se cilët janë projektet e ardhshme të Eglit dhe Gjestit, thënë kjo pas disa deklaratave paralajmërimeve që kanë bërë si Gjesti dhe Egli? Okej, tani Gjesti është duke punuar një këngë, të cilën e ka publikuar fotografinë në Instagramin e tij që pritet të delë së shpejti. Nga fotografia mund të shikojmë një djalë me botë shumë të madhe, me shumë ngjyra, do të thënë një djalë që ka caruza në kokë që simbolizojnë botën e fëmijëve, do të thënë një botë që Gjesti ka shprehur gjithmonë brenda shtëpisë së Big Brotherit. Mendoj që do të jetë një këngë e cila do të i afrohet karakterit të Gjestit dhe natyrës së tij si të gjitha këngët e tjera që i kanë nxjerr. Egli ka vazhduar me kontratën e saj të parë. Ne e dimë shumë bukur që Ledioni në natën e finales ju dha të 4 finalistëve një kontratë 1 mujore që të reklamojnë dhe të përdorin makinat e një nga kompanisë që kishte bërë surprizë në shtëpinë e Big Brotherit. Mendoj që do të ketë një bashkëpunim mes Eglit edhe Gjestit, sepse nuk ma merr mendja që produksioni do të toleronte që klikimet të binin në tokë në këtë moment, në këtë kulminacion të karrierës që është Gjesti edhe Egli, duke u bazuar që këngët publikohen në kanalin zyrtar që dikur ka qenë i Luiz Ellit, do të thënë kanali i YouTube-it ka qenë në emër të Luiz Ellit, dhe me qëndrimin e Gjestit në shtëpinë e Big Brotherit, kur Gjesti mori nga valizhja e tundimeve në zarfin e kuq mesazhin nga vllau i madh që mundeshte të bën një këngë në shtëpinë e Big Brotherit, kanali automatikisht u kthye nga Luiz Elli në Top Media Music dhe nuk kuptojmë që domethënë të gjitha këngët dalin në kanalin e Top Channelit dhe me patjetër që nuk do ta humbte mundësinë për të patur një këngë mes Eglit edhe Gjestit në këtë dashuri kaq të madhe dhe në këtë shikueshmëri që në fakt realisht është e frikshme ndaj dy këtyre personazheve. Tiron, duhet diskutoj dhe i temë tjetër që ka të bëj me një, po themi, deklarat të bërë në një nga mediat e Tiranës në formatin Andale, ku është aluduar, është thënë që këngëtari dhe kompozitori tekst shkruesi Elgit Dota ka pasur krisje me Klea Hutën. A kemi ndonjë informacion realisht se çfarë po ndodh mes tyre? Fatkeqësisht nuk është se kam ndonjë informacion, edhe unë jam bazuar tek ky lajmi, duke bazuar burimin nga ku ka dalë, nuk mund të jetë një lajm i rem. Fatkeqësisht ndarjet në shtëpitë e artistëve, kështu do ta themi, po vazhdojnë të jenë shumë aktive, krisjet janë shumë të mëdha në marrëdhëniet e tyre, në lidhjet e tyre të dashurive. Nuk e kuptoj arsyen pse mund ta kenë. Unë kam parë një çift i cili ka qenë vërtet fantastik, na kanë treguar një rrugtim të bukur të dashurisë së tyre. Nga ky rrugtim i dashurisë ato të dy kanë sjellë edhe art shumë të madh në skenë. Klea ka shëndritur gjithmonë, por edhe Elgiti ka shëndritur gjithmonë, jo në dalje të shpeshta publike. Përkundrazi ishin çift shembull, por kam arritur të kuptoj që këto çifte që në rrjetet sociale po japin shembuj të paparë, për shembull kemi shembullin e Xhensila Myrtezaj dhe Bes Kallaku që nëpër fotografi, nëpër Ilca dilni shumë të lumtur, dilni shumë të gëzuar, dilni shumë të kënaqur,
dilni shumë të plotësuar, me njëherë plas një bombë që në fakt ishte një diçka e paimagjinueshme dhe në rastin e Kleas është e tillë. Tani të gjithë mund të thonë që Klea dhe Elviti edhe mund ta bëjnë këtë gjë për vëmendje, sepse tashmë është bërë çik si e pashpjegueshme kjo gjëja. Nëse dëshiron të jesh në sken, hajti fusim një lajm të rem se po ndahemi edhe jemi në bashkëpunim edhe me media dhe ja arrim qëllimin ton. Uroj që të jetë një lajm i rem, sepse vërtet kanë qenë një çift i mrekullueshëm dhe nuk dua që tek çiftet e artistëve shqiptar të shikoj ndarje dhe të shikoj krisje të këtilla që në fakt po përfliten edhe në për emrat e tjerë që po bëhen shumë të shumt në median ros. Në median ros ka qarkulluar dhe një lajm që këngëtarja e njohur Beatrix Ramosaj tashmë ka lënë pas krave një që gjithë e dim, një dramë që ndodhi në Big Brother 1 pas ndarjes nga Donaldi. Tani po themi është në një marrëdhënie, në një lidhje dashurie. Beatrix Ramosaj është një nga vajzat shembull e cila jetoi dhe vuajti nga paragjykimet, goditjet dhe provokimet, qoftë edhe ato gazetareske që u bën. Beatrixi, me aq sa unë arrita ta njoh, ishte vajza më e sinqert e medias ros. Ishte vajza më e dashur dhe më me shpirt. Beatrixi diti të dashuron vërtet, Beatrixi besoi vërtet dhe Beatrixi luftoi me gjithë shpirtin, me gjithë qenien që haroi veten e saj në Big Brother vetëm e vetëm t'i kushtohet një dashurie. Dhe me njëherë pas Big Brotherit, Beatrixi u ndesh me plumbat e tenkut që e prisnin jashtë shtëpisë dhe me atë historinë bullizuese ndaj saj që vazhdoi vite me radhë. Qoftë nga gazetarët, qoftë nga kolegët, por qoftë edhe nga jo fansat e Beatrixit. Unë uroj me zemër që Beatrixi t'i shkoj kjo lidhja mbare mirë edhe të përfundoj në altar ashtu siç kjo gocë meriton. Beatrixi është ëngjëll si në pamje ashtu edhe në shpirt dhe seriozisht unë jam shumë i lumtur për këtë marrëdhënie sepse mendoj që Beatrixi e kishte shumë të nevojshme të krijojë një marrëdhënie të re në jetën e saj për të liruar shpirtin. Më vjen shumë keq që janë dashur 2 vite që Beatrixi të rimerr veten, të qëndron e fortë në veten e saj dhe të ngjitet përsëri në skenë, sepse mbaj mend në një deklaratë artistja e madhe shqiptare Alberie Hadërgjona, që në këtë rast është tezja e Beatrix Ramosaj, pati thënë që Beatrixi përjetoi dhe po kalon një depresion shumë të rëndë, shumë të thellë, sepse nuk ishte mësuar kur të gjendet në atë valë të madhe të komenteve negative si një vajzë e cila ndau një çift, se të paktën në atë kohë kështu komentoi. Por unë mendoj që vërtetësia Beatrixi doli dhe shpresoj që në këtë lidhje në të cilën ka hyrë ta ketë afatgjatë dhe të jetë e lumtur dhe e gëzuar gjithmonë ashtu siç atë lumturi Beatrixi na e dhuroi brenda atij formati. Tiron, ju falenderoj shumë për këtë intervistë. Lutem.